Depresioni është një nga çrregullimet më të përhapura të shëndetit mendor në botë. Ai nuk është thjesht një periudhë mërzitjeje apo dobësi karakteri, por një gjendje komplekse mjekësore. Për të mësuar më shumë për këtë dhe rëndësinë e terapisë psikologjike, na ndiqni në programin e sotëm Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të dashura, përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në programin e sotëm Shpresë për ty dhe lutemi që përmes programeve tona ju të merrni informacione të rëndësishme dhe njëkohësisht të gjeni shumë inkurajim. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Në shumë nga programet tona ne jemi përshëndruar tek çështjet e shëndetit mendor, që janë kthyer në fenomene dhe prekin të gjithë njerëzit. Askush nuk është imun prej tyre, dhe depresioni është një prej problemeve mendore më të shpeshta. Kjo gjendje prek thellësisht mënyrën se si një person mendon, ndihet dhe funksionon në përditshmëri. Kështu trajtimi i depresionit është shumë i rëndësishëm dhe kërkon një qasje serioze. Kur diskutojmë për të, mund të themi me bindje të plotë se terapia psikologjike luan rolin kryesor në shërimin afatgjat. Depresioni klinik, që është çrregullimi depresiv i madh, ndryshon nga luhatjet e zakonshme të humorit, sepse zgjat për javë, muaj ose edhe për vite me radhë. Ai shoqërohet me një sër simptomash fizike dhe emocionale, si anhedoni, që është humbja totale e interesit ose kënaqësisë për aktivitetet që dikur ju pëlqenin, rënje të energjisë, që është lodhje ekstreme dhe ndjesi e rëndesës fizike, ku edhe detyrat e vogla si larja e dhëmbëve duken të pamundura, si ndryshime në gjumë dhe oreks, pagjumësi ose gjumë të tepërt si dhe rënje apo shtimi menjëhershëm në peshë. Depresioni gjithashtu shoqërohet me mendime negative, si ndjesia e fortë e fajit, e vlerës së ulët vetjake, mungesës së shpresës dhe në raste të rënda mendime për vetvrasje. Dhe ndërsa medikamentet antidepresant mund të ndihmojnë në rregullimin e kimisë së trurit dhe në zbutjen e simptomave akute, ato nuk ndryshojnë modelet e mendimit apo rrethanat e jetës. Kjo është arsyeja pse terapia psikologjike ose psikoterapia është thelbësore. E para, terapia psikologjike trajton shkakun dhe jo vetëm simptomën. Terapia nuk funksionon si një fshirës dhimbjeje i përkohshëm. Ajo shkon në rrënjë të problemit. Përmes bisedës profesionale, pacienti eksploron faktorët që kanë nxitur depresionin, siç mund të jenë traumat e kaluara apo traumat e fëmijërisë, stresi akumuluar nga puna apo marrëdhëniet, si edhe humbjet e mëdha, për shembull vdekja e një personi të dashur, divorci apo humbja e vendit të punës. E dyta, terapia psikologjike ndryshon strukturën e mendimeve. Njerëzit me depresion shpesh bien në shtrembërime kognitive, thënë ndryshe, mendime automatike negative, për shembull, unë dështoj në çdo gjë. Asgjë nuk do të bëhet më mirë. Kështu terapia i mëson pacientët t'i sfidojnë këto mendime, t'i analizojnë ato me fakte dhe t'i zëvendësojnë me një këndvështrim më objektiv dhe më të shëndetshëm. E treta, terapia psikologjike ndërton mekanizma përballues afatgjat. Ajo e pajis individin me një kuti veglash në thonjza për të ardhmen. Pacienti mëson se si të menaxhojë gjërat që e stresojnë, se si të vendos kufi të shëndetshëm me të tjerët dhe se si të njohë shenjat e hershme të një rikthimi, përpara se depresioni të bëhet sërish i rënd. Duhet theksuar se nuk ka një qasje të vetme që funksionon për gjithë secilin, por disa nga metodat më të suksesshme përfshin terapin kognitive behaviorale. Kjo është qasja më e studiuar dhe më e përdorur. Ajo bazohet në lidhjen midis mendimeve, ndjenjave dhe sjelljeve tona. Duke ndryshuar mënyrën se si mendojmë dhe veprojmë, ne ndryshojmë edhe mënyrën se si ndihemi. Terapia interpersonale. Kjo lloj terapie fokusohet posaçërisht në marrëdhëniet tona me të tjerët. Depresioni shpesh buron ose përkeqësohet nga konfliktet familjare, izolimi social apo vështirësitë në komunikim. Terapia interpersonale ndihmon në zgjidhjen e këtyre nyjeve sociale. Një lloj tjetër terapie është terapia e pranimit dhe angazhimit. Kjo terapi përdor teknika të vetdijes apo ndërgjegjësimit
për t'i ndihmuar pacientët të pranojnë ndjenjat e tyre negative në vend që të luftojnë me to, duke u fokusuar në veprime që përputhen me vlerat e tyre jetësore. Terapia bëhet edhe më efikase kur shoqërohet me hapa praktik të përditshëm. Shpesh në programet tona, ne flasim për 3 hapa që janë të rëndësishëm në trajtimin e çdo problemi tjetër, mendor dhe fizik. I pari është aktiviteti fizik, lëvizja çliron endorfinën, që është hormoni i lumturisë, dhe funksionon si një antidepresant natyral. I dyti është gjumi dhe ka shumë rëndësi vënia e një orari të rregullt për të fjetur dhe për të zgjuar. I treti është rrethi mbështetës, shmangja e izolimit total duke qëndruar në kontakt me njerëz të besueshëm, qoftë edhe për biseda të shkurtra. Por para gjithë këtyre hapave, kërkimi i ndihmës është hapi i parë dhe më i rëndësishëm drejt shërimit. Depresioni është një sëmundje e trajtueshme dhe askush nuk duhet ta kalojë këtë rrugëtim i vetëm. Depresioni funksional, shpesh i njohur klinikisht si distimia ose çrregullimi depresiv persistent, është i vështirë për t'u dalluar. Njerëzit që vuajnë prej tij shkojnë në punë, rrisin fëmijët edhe duken gjithmonë të qeshur. Kështu, nga jashtë çdo gjë duket në rregull, por nga brenda ata bëjnë një luftë të madhe. Shenjat që tradhtojnë, le të themi, depresionin e fshehur përfshin lodhje kronike ekstreme. Personi arrin të kryejë detyrat, por çdo veprim i kushton një sasi të madhe energjie mendore dhe fizike. Sarkazëm dhe cinizëm në rritje, pra një humor i errët ose komente të shpeshta pesimiste për jetën edhe të ardhmen. Shenja të tjera të depresionit të fshehur funksional janë bateria sociale, në thonjza, zbrazet shpejt. Sa po kthehen në shtëpi nga puna apo një fest, personat që përjetojnë depresion të fshehur izolohen plotësisht dhe refuzojnë komunikimin. Perfeksionizëm dhe vetkritik e ashpër. Përdorimi i punës apo produktivitetit si një mekanizëm mbrojtës për të mos u përballur me zbraztinë e brendshme. Gjithashtu një shenjë tjetër është gëzimi i sforcuar. Buzëqeshja e tyre nuk arrin kurrë tek syt, ndihet si një maskë sociale e vënë për të mos shqetësuar të tjerët. Gjithashtu, si shenjë të depresionit vërejmë edhe ndryshime të vogla në vese, rritje e përdorimit të alkoolit, ushqimit të dëmshëm apo qëndrimit me orë të tëra para ekranit për të mbytur ndjenjat. Të ndihmosh dikë që vuan nga depresioni i fshehur funksional kërkon shumë durim dhe delikatesë. Qasja juaj duhet jetë mbështetëse dhe jo gjykuese, pasi këta individ shpesh investojnë shumë energji për të fshehur dhimbjen e tyre. Ja disa hapa praktik për të ndihmuar dikë që vuan nga depresioni i fshehur. Mos e nisni bisedën me etiketime si ti je në depresion. Në vend të kësaj, thoni vëzhgimet tuaja me kujdes dhe dashuri duke përdorur fjalë mbështetëse si: kam vënë re që ke qenë shumë i ngarkuar dhe i lodhur kohët e fundit. Si ndihesh vërtet? Gjithashtu, fokusohuni tek ndryshimet. Kam vënë re që nuk po del më aq shpesh sa më parë. Jam këtu nëse ke nevojë të flasësh për diçka. Ose mund të bëni pyetje të hapura, si për shembull, si mund të mbështes më mirë këtë javë? Dhe si për çdo gjë tjetër, ka edhe gjëra që nuk duhet i bëjmë nëse mendojmë se një person është duke përjetuar depresion të fshehur. Për shembull, duhet të dëgjojmë pa dhënë zgjidhje të shpejta. Personi nuk ka nevojë për këshilla klishe si bëj pak vrap apo mendo pozitivisht. Nevoja e tij më e madhe është të ndihet i dëgjuar dhe i kuptuar. Diçka tjetër që nuk duhet ta bëjmë është ta marrim personalisht. Nëse një person izolohet, anulon planet apo u përgjigjet ftohtë mesazheve tuaja, kujtoni që kjo është pjesë e sëmundjes dhe jo një refuzim ndaj jush. Dhe tani ja disa gjëra që mund të bëni për ta nxitur personin që vuan nga depresioni funksional të drejtohet terapisë. Njerëzit me depresion funksional shpesh mendojnë se problemet e tyre nuk janë mjaftueshëm të rënda për të shkuar te psikologu, edhe ju mund t'i ndihmoni duke thyer këtë stigmë. Gjëja e parë është ta normalizoni terapinë. Flisni për terapinë si një kontroll rutinë për shëndetin mendor. Mund të thoni, ashtu siç shkojmë tek mjeku për dhëmbin, shkojmë edhe te psikologu për të menaxhuar stresin. Diçka tjetër që mund të bëni është të ofroni ndihmë logjistike. Ndonjëherë hapi më i vështirë është kërkimi i numrit të telefonit apo caktimi i takimit. Ofroni ndihmë duke thënë, nëse dëshiron mund të të ndihmoj të gjejmë një psikolog të mirë apo të shoqëroj në takimin e parë. Diçka tjetër shumë e rëndësishme është gjuha që përdorni. Mënyra se si flisni për shëndetin mendor mund të ulë mbrojtjen e tyre dhe të zbusë frikën nga gjykimi. Fokusohuni tek stresi, jo tek sëmundja. Në vend të fjalës depresion,
Përdorni terma më të pranueshëm për ta si mbi ngarkesë emocionale, stres kronik ose konsumim nga puna. Flisni për veten ose të tjerët. Tregojuni se si dikush që njihni ose një person publik ka përfituar nga terapia. Kjo tregon se kërkimi i ndihmës është diçka normale dhe e zakonshme. Paraqiteni terapin si vegël suksesi. Në vend që ta quani trajtim për një problem, quajeni një hapësirë për të optimizuar performancën ose për të menaxhuar më mirë ngarkesën e përditshme. Në mbyllje të pjesës së parë të programit, duam të theksojmë disa gjëra në lidhje me bisedën me terapistin që i konsiderojmë shumë të rëndësishme për një person që është duke përjetuar depresion funksional. Seanca e parë është një seancë informimi dhe është më shumë një bisedë njohëse se sa një terapi e thellë. Ajo që duhet të dini është se nuk ka rregulla të prera apo standarde. Ju nuk keni nevojë të bëni një prezantim të përsosur. Mund ta filloni thjesht duke thënë: "Nuk di nga t'ja filloj, por nuk po ndihem mirë me veten kohët e fundit." Diçka që mund të bëni është përgatitja e një liste të shkurtër. Para seancës, shkruani në telefon 2 deri në 3 pika kryesore, për shembull, kam probleme me gjumin, ndihem bosh apo kam pasur një ndryshim të madh në jetë. Është terapisti që do ta drejtojë bisedën. Mos keni frikë apo ankth nga heshtja. Terapisti është i trajnuar të bëjë pyetje të hapura për t'ju ndihmuar të shpreheni pa u ndjerë nën presion. Tregojeni hapur atë që ndjeni. Mund të filloni duke thënë: "Jam shumë nervoze sot edhe nuk jam mësuar të flas për veten." Kjo e thyen akullin menjëherë. Dhe ndërkohë që komunikoni me terapistin, vlerësoni kimin në thonjza mes jush. Përdoreni seancën e parë për të parë nëse ndjeni të sigurt edhe të dëgjuar. Nëse nuk ndjeni ndonjë lidhje, keni të drejtë të kërkoni një terapist tjetër. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura në programin Shpresë për ty. Kemi folur në pjesën e parë për depresionin e fshehur dhe rëndësinë e terapisë psikologjike. Dhe të gjitha kemi periudha në jetën tonë kur ndihemi bosh emocionalisht dhe sikur gjithçka është shumë e rëndë. Unë personalisht kam shumë vite që përballem dhe luftoj me depresionin funksional dhe e kuptoj se si mund të ndihet dikush që është duke na dëgjuar. Por a e dini se Perëndia vjen dhe na takon pikërisht në pikën më të ulët të jetës sonë? Unë e kam provuar dorën e tij të fuqishme në shumë mënyra. Kështu ja disa gjëra që kemi zgjedhur të ndajmë me ju, që të mund të kuptoni se si Perëndia punon në jetën tonë në momentet tona të vështira. Perëndia shpesh i përdor momentet tona më të ulta për të na dhënë një mendje të përtërir. Ndërsa ne kemi të vështirë të funksionojmë, mësojmë më shumë për Perëndin. Lavdi Zotit, ai nuk lejon që dhimbja jonë të jetë e kotë. Edhe në ditët tona më të vështira dhe në rrethonat më të dhimbshme, Perëndia po e shndërron dhimbjen tonë në diçka të bukur. Ai po i bën të gjitha gjërat të bashkëveprojnë për të mirën tonë, edhe nëse në atë moment janë të dhimbshme. Përveç një mendjeje të përtërir, Perëndia na ndryshon në momentet tona më të ulta, duke na dhënë një këndvështrim të ri për jetën. Mendoni për herën e fundit kur ishit të sëmur, ose po rikuperoheshit nga një operacion. Me shumë gjasa keni menduar për të gjitha gjërat që do të bënit sapo të shëroheshit. Kjo është e ngjashme me mënyrën se si Perëndia na ndryshon në periudhat tona më të vështira. Edhe pse ne mund të kalojmë shumë kohë të izoluar, me ndihmën e Perëndisë mund të dalim nga kjo periudhë e errët. Ai e mbush zemrën dhe mendjen tonë me një këndvështrim të ri për jetën dhe për të ardhmen. Po, gjëra do të jenë ndryshe, por Perëndia ende na ka lënë në këtë tokë për një arsye. Shpesh, pikërisht kur arrim fundin ton, na lind dëshira për të ngritur dhe për të ecur në drejtim të dritës. Askush nuk dëshiron të mbetet përgjithmonë i mbyllur në një gjendje depresive. Ne duam të jetojmë dhe Perëndia e vendos këtë dëshirë në zemrën tonë, pikërisht atëherë kur kemi arritur pikën tonë më të ulët. Përmes momenteve tona më të vështira dhe kohëve tragjike, Perëndia ka një mënyrë të veçantë për të na afruar më pranë vetes. Kur gjërat bëhen të vështira dhe dëshpëruese, ne drejtohemi më shumë drejt tij. Trishtimi dhe dhimbja e thellë na shtyn të vrapojmë drejt Atit qiellor. Ne e dimë se gjithmonë mund t'i drejtohemi atij, edhe kur jemi në pikën tonë më të ulët. Sa më shumë i afrohemi Perëndisë, aq më shumë rritet besimi dhe mbështetja jonë tek ai. Në vend që të dyshojmë tek Perëndia, ne mësojmë t'i besojmë atij.
Të arrish fundin nuk është as pak e këndshme, por pikërisht atëherë ne përjetojmë rritjen më të madhe në ecjen tonë të krishterë. Kjo ndodh sepse i drejtohemi Perëndis, ja dorëzojmë atij ndjenjat tona, lutemi edhe mbështetemi plotësisht tek ai. Edhe pse Perëndia mund të mos i zgjidh menjëherë vështirësitë tona, ai është i mirë edhe i denj për besim. Ati është gjithmonë duke na transformuar në ngjashmëri me birin e tij edhe shumë shpesh kjo ndodh përmes rrethanave më të vështira. Empatia është diçka që shpesh nënvlerësohet, ndonjëherë duket sikur disa njerëz e kanë dhe të tjerët jo. Që në moshë të vogël unë kam pasur empati, por kam parë se si Perëndia e ka shtuar atë, ndërsa kam kaluar në momente të vështira të jetës. Kur jemi në pikën tonë më të ulët, ne zhvillojmë më shumë ndjeshmëri për të tjerët, duke qenë se kemi kaluar vetë shumë momente të dhimbshme. Ne bëhemi më të aftë të kuptojmë emocionet dhe ndjenjat e të tjerëve. Ne zgjedhim të kemi një zemër plot empati dhe një qëndrim pa paragjykime. Kështu na ndryshon Perëndia pasi kemi kaluar nëpër momentet tona më të ulta. Përmes këtyre stinëve të errta, Perëndia na mëson për veten, për dashurinë e tij dhe për dashurinë që duhet të kemi ndaj të tjerëve. Një pjesë e kësaj dashurie është zhvillimi i empatisë. Momentet tona më të ulta janë zakonisht ditët tona më të errta. Edhe pse mund të ndihemi vetëm në errësirë, Perëndia është drita jonë e ndritshme. Përmes këtyre periudhave, Perëndia na ndihmon të kuptojmë se vetëm ai na çliron. Vepra e tij transformuese na bën të vetëdijshëm për dritën edhe hirin e tij shpëtues edhe na tregon se sa shumë na do. Bibla thot: O Zot, mirësia jote arrin deri në qiell edhe besnikëria jote deri te ret. Drejtësia jote është si malet e Perëndis dhe gjykimet e tua janë si një humner e madhe. O Zot, ti ruan njerëz dhe kafsh. O Perëndi, sa e çmuar është mirësia jote. Prandaj bitë e njerëzve gjejnë stre nën hijen e krave të tu. Dashuria që Perëndia ka për ne është shumë e madhe se çdo dashuri që kemi njohur ndonjëherë. Dashuria e tij nuk ka kufi dhe drejtësia e tij mbulon shiejt. Për shkak të kësaj dashurie, ai ruan shpirtin dhe zemrën tonë. Momentet tona më të ulta nuk kanë pse të na shkatërrojnë. Perëndia do t'i përdor ato për të na formuar në njerëzit që ai ka dashur gjithmonë të jemi. Nëse shohim momentet tona më të ulta, shpesh do të vërejmë se ato shoqërohen me një dëshirë më të madhe për t'i shërbyer Perëndis. Ne nuk përqendrohemi më tek gjërat e kota të kësaj bote, por tek ato që kanë vërtet rëndësi. Mënyra më e lartë për të jetuar është t'i shërbejmë Perëndis me gjithë zemrën, mendjen, trupin dhe shpirtin ton. Ndërsa i shërbejmë atij, fillojmë të shohim se sa shumë ai e ka ndryshuar jetën tonë. Po kështu, në momentet tona më të vështira, ne fillojmë të reflektojmë mbi rëndësinë e shërbimit ndaj Perëndis, në vend që të ndjekim dëshirat e natyrës sonë mëkatare. Në ato çaste e njohim Perëndin më thellë dhe transformohemi. Perëndia nuk është ai që na çon në fund, por ai është në gjendje të nxjerrë të mirën edhe nga situatat më të këqija. Lejojeni atë t'ju takoj pikërisht aty ku jeni, dhe shumë shpejt do të zbuloni një dëshirë të re për t'i shërbyer atij me gjithë jetën tuaj. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania playlista Shpresë për ty 2026 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.